Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë së bashku lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Tash në këtë minutash, në këtë përmbledhje, do të ndalojmë të flasim për Josefin Markun. Josefin Marku, një nga ish-banorët e Big Brotherit, që në fakt është në qendër të vëmendjes së bashku me Loredanën, janë kthyer përsëri në vëmendje të publikut për marrëdhënien e tyre. E ftuar në televizionin Klan, Loredana dikur tha që unë më mirë tha isha kthyer Jozit se sa t'isha marrë me dikë tjetër. Një deklaratë që në fakt mori vëmendjen e publikut, një deklaratë që u komentua shumë, u përfol shumë. Fansat edhe një herë dëshironin që ta shikojnë këtë çift bashk. Filluan që të hamencojnë kinse Loredana e ka me shumë qef marrëdhënien me Jozin, edhe pse Loredana në fakt përfliteshte për një marrëdhënie të mundshme me Don Gjonin. Do të thënë ka qenë Loredana në qendër të vëmendjes për të gjitha lëvizjet. Nga informacionet e afërta, nëse për të siguruar nëse Loredana dhe Jozi kanë një kontakt edhe mbajnë një kontakt të afërt, rezultoi që Loredana dhe Jozi nuk kanë asnjë lloj kontakti. Do të thënë marrëdhënia e tyre ka përfunduar që në kohën kur Loredana mbylli të gjithë rrugët me Jozin që me njëherë pasi dolën nga shtëpia e Big Brotherit. Do të thënë tentuan ta mbajnë pak lidhjen të afërt, luftuan që të jenë bashkë në një farë mënyre, por siç duket Jozi nuk dëshironte më që të vazhdojnë lidhjen me Loredanën dhe e mbylli komplet këtë rrugëtim. Gjithsesi, do të thënë është përfolur shumë, është komentuar shumë kjo marrëdhënie dhe kanë dalë detajet e kësaj marrëdhënie që Loredana dhe Jozi nuk kanë afrimitet me njëri tjetrin, edhe pse u përfol Loredana me Don Gjonin, por siç duket që Loredana askujt deri më tani nuk ja ka besuar zemrën e saj dhe nuk ja ka besuar këtë rrugtimin e bukur të dashurisë, sepse dashuria është një lloj rrugtimi. Jozi së fundmi ka qenë në qendër të vëmendjes, ka qenë pjesë e një ditëlindje fantastike që ka organizuar Hati, një nga influencerët dhe tiktokeret më të njohura, vajza me shami që në fakt ka bërë revolucionin në skenën shqiptare, duke që Jozi është shumë i lumtur në këtë ditëlindje dhe duke që Jozit i ka pëlqyer pak e shumë kjo vëmendja e madhe që Loredana ja dha. Në çdo përmendje të emrit në fund të ditës është një lloj vëmendje nga ana e personazheve. Për të gjithë ato që në fakt mua më kanë shkruar Tiron si e mendon këtë marrëdhënie, unë kam arritur të siguroj informacione që Lori dhe Jozi vërtet nuk kanë asnjë diçka me njëri tjetrin.